Tensionet në gjirin persik do përshkallëzojnë ndjeshëm, ndërsa Irani ka paralajmëruar drejtpërdrejt forcat amerikane të mos hynë në ngushticën strategjike të Hormuzit, një nga arteriet më të rëndësishme për transportin global të naftës dhe gazit. Reagimi i Teheranit erdhi pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë për të shoqëruar anijet e bllokuara në zonë, duke garantuar kalimin e tyre të sigurt. Megjithatë, detajet e këtij plani mbeten të paqarta, ndërsa situata në terren paraqitet gjithnjë më kritike. 10 anije tregtare në cisterna nafte kanë mbetur të bllokuara për më shumë se 2 muaj në ekipazhet që përballen me mungesë ushqimesh dhe furnizimesh bazë. Pavarësisht kësaj, Trump ka theksuar se objektivi kryesor është sigurimi i një korridori të sigurt detar për kalimin e tyre. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane kanë mbajtur një qendrim të ashpër, duke deklaruar se siguria e ngushticës së Hormuzit është ekskluzivisht në duart e tyre. Shefi i shtabit iranian Ali Abdullahi ka paralajmëruar se çdo forcë huaj, veçanërisht ajo amerikane, do të konsiderohet kërcënim dhe do të përballet me përgjigje ushtarake nëse tenton të afrohet në zonën pa koordinim. Situata është rënduar dhe më tej nga bllokimi i pothuajseve të gjithë anijeve që hyjnë dhe dalin nga gjiri persik, një veprim që ka ndërprer rreth 1/5 e furnizimeve globale me energji. Si pasojë, çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare kanë shënuar rritje të ndjeshme, duke kaluar mbi 50% në disa raste. Ndërkohë, Komanda Qendrore e SBA-s ka bërë të ditur se është e gatshme të ndërhyjë me një prani të konsiderueshme ushtarake, përfshirë 15.000 trupa, mbi 100 mjete ajrore dhe detare, si dhe anije luftarake me drone për të mbështetur operacionet e mundshme të shpëtimit dhe garantimit të lëvizjes së lirë detare. Sipas raportimeve, qindra anije tregtare dhe deri në 20.000 marinar mbeten të bllokuar në ngushticë, ndërsa disa tentativa për kalim kanë rezultuar me incidente të armatosura. Irani ka konfirmuar gjithashtu konfiskimin e disa anijeve, duke rritur më tej rrezikun për një përplasje të drejtpërdrejtë mes fuqive në rajon.